Një situatë incenuese ka ngjarë mbrëm në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4. Një debat i ashpër është zhvilluar midis Sasës, Albës dhe Labinotit, teksa zanafilla e këtij diskutimi e mori nga një preng që Alba u bëri vajzave duke u fshirë sendet personale. Mirëpo në debati sipër, tema mori një tjetër drejtim. Në një moment, ai i thot Labit që do t'ia rast me shishën në kokë. Një situatë që me sa duket Sasa eskaloi. Nga ana tjetër, ai tha që dukesh që mundohesh mu martu me një burr, dukesh që ke preferencë një burr, i tha Sasa Labit. Por Labi nuk e pranoi, por i tha se respekton mendimin. Gjatë debatit ishte Labi ai që tha se më parë martohet me një burr se sa me të, dhe fjalën e kishte për shkurtë me të cilën duke se kanë të inskenuar një situatë nga jashtë për ta përdorur brenda lojës. Sipas Labit, Sasa nuk duhet të ishte pjesë e Big Brotherit pasi sipas tij ajo mban një post publik dhe është përfaqësuese e qytetarëve. Ti ke kërku votat e popullit për me i mbrojtë dhe me ngritë zërin e popullit. Çka po lyp ti këtu? Je ambientaliste, u shpreh ai me tone të ashpra. Debati mes tyre ka shkaktuar reagime brenda shtëpisë dhe ka ndesur diskutime të nxehta në rrjetet sociale, ku ndjekësit ndahen midis tyre që mbështesin Labin dhe atyre që pajtohen me sqarimin e Sasës.